E hëna e ardhshme do t'i gjejë demokratët para zyrës së Edi Ramës në një formë proteste që Sali Berisha e ka quajtur parlament qytetar para kryeministrisë. Dita e hënë do t'jetë dita e fillimit parlamentit para kryeministrisë, të qytetarëve dhe parlamentarëve. Organizimi që rikthen kujtimet e çadrës së Lulzim Bashës në vitin 2017 me sloganin për Republikë të Re që përfundoi me marrëveshjen e njohur të 17 majit me Edi Ramën, ndërsa Berisha e quajti shpallje të asaj që e cilësoi betejë të gjithanshme me regjimin siç e cilëson qeverinë. Ne do fillojmë tani takimet dhe analizat në çdo qelizë tonë. Deputetët do t'jenë edhe në platformë, edhe në komision dhe në parlament do t'jenë dhe në takime me qytetarët. Kësaj diktaturë narkoshtetit ka vetëm një rrugë, protest dhe vetëm protest. Aksioni opozitar parashikon dhe protesta kombëtare, por Sali Berisha ende nuk e ka një datë se kur do t'i thirrë mbështetësit në shesh. Protesta kombëtare do përcaktohet skenari. Ajo do thirret momentin e duhur, fillimi është ky.